Përshëndetje zoti Pleçi, faleminderit që pranove intervistën. Atëherë, deputeti socialist Erion Braçi ka konfirmuar publikisht ambicien që ai ka për të kandiduar për kryetar të Bashkisë të Tiranës, duke deklaruar se është serioz dhe do ta çojë këtë synim deri në fund. Sipas teje, sa serioze është kandidatura e Erion Braçës, apo është më shumë një presion ndaj lidershipit të Partisë Socialiste? Mendoj që lëvizja e Erion Braçës është më shumë një sensacion mediatik se sa një sensacion politik. Në thelb, zoti Braçi ka bërë një lëvizje e cila është amatoreske në sytë e mi politik, që ka kërkuar në KQZ për të treguar rezultatet e zgjedhjeve kur ai ka kandiduar në Partinë Socialiste. Ne dim mjaft mirë që në partitë politike, qoftë Partinë Socialiste, qoftë Partinë Demokratike, pushteti buron nga kryetari i saj. Dhe në anën tjetër, ne nuk kemi një matës dhe një rregullator për të kuptuar që sa pesh ka një politikan brenda Partisë Socialiste, sepse janë strukturat, janë grupet e interesit, por janë edhe eminencat grija apo eminencat e errta që e mbështesin një parti politike. Sepse me logjikën që unë kam më shumë vota, atëre edhe Sara Mili, edhe Arkend Balla do kenë gjithë drejtën që kërkojnë zotit Rama ministrit më të fuqishme, duke qenë se ata kanë marrë rezultate shumë të larta në vota. Kështu që zoti Braçi thjesht po e bën këtë si një lëvizje pragmatiste për interesat e gjitha politike, por nuk sjell asgjë të re për kryeqytetin, por as edhe për situatën ku ndodhet Partia Socialiste në këto momente. A kemi të bëjmë me një garë reale brenda Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës? Që në momentin që pushteti politik kontrollohet nga kryetari i saj, i cili është dhe kryeministri i vendit, që në momentin kur brenda Partisë Socialiste nuk ka më zgjedhje, që në momentin kur institucionet demokratike kanë ekzistuar së pushuari, atëherë nuk mundet të pretendojmë që ka garë brenda Partisë Socialiste. Në media doli që Edi Rama ju është drejtuar përfaqësuesve të Partisë Socialiste që pa mua do të jeni zero dhe do të ishin dhe në opozitë. Realisht nuk ka thënë një të vërtet, edhe pse kjo nuk qëndron në komunikimin publik, por realisht Partia Socialiste sot, pa Edi Ramën, nuk ka asnjë vlerë në sensin e individëve që janë aty që të kenë vokacion politik, të kenë një kostum politik, të cilët mund të mbajnë bisupe këtë qeverisje. Prandaj gjithçka lidhet drejt për drejt me Edi Ramën, është ai njeriu si punë e oktapotit që ka lidhur çdo fije interesi në Shqipëri, që nga biznesmenët, që nga grupet e interesit, dhe deri tek nëse ju rikujtohet Skrajen Kroçat na ka treguar se si grupet kriminale vendosnin deputet dhe përfaqësues të Partisë Socialiste. Pra kjo është panorama dhe të pretendojmë dhe nuk mund kërkojmë për garë. Mendoni se kjo lëvizje vjen nga Rama apo është iniciativë vetëm e Braçës, edhe nëse është iniciativë e Braçës, do të ketë bekimin e Ramës ai? Nëse do ketë Braçja bekimin e Ramës, kjo nuk më takon mua, se unë nuk lexoj as filxhane dhe nuk mund ta parashikoj dot. Por mua më takon të them që pavarësisht se çfarë do ndodhi, zoti Braçi nuk ka asnjë fuqi për të sugjestionuar dhe për të imponuar zotit Rama në këto momente. Nëse ne zotin Braçi e zhveshim nga kostumi politik i Partisë Socialiste, zoti Braçi nuk ka lënë asnjë shenjë në opinionin publik. Pra, zoti Braçi ka qenë zëvendës kryeministër i Edi Ramës, nuk e kemi parë të artikulohet duke qenë zëvendës kryeministër i zotit Rama për problemet reale që ka Shqipëria, dhe ne nuk dim në terma afatgjata apo në terma politikëtarjes ndonjë vepër të madhe që zoti Braçi të ketë lënë për të mirën e Shqipërisë, qoftë në sektorin ekonomik, qoftë sektorin bujqësor, qoftë në sektorin e zhvillimit pra infrastrukturor, nuk di që të ketë lënë ndonjë shenjë apo të ketë hedhur ndonjë draft ide për diçka që Shqipëria do të kishte mjaft vlerë. A mendon se Braçi mund të jetë përfaqësues si një krau tjetër brenda Partisë Socialiste që do më shumë rol në vendimarrje? Do të ketë zoti Braçi më shumë vlerë, kjo është që duhet bëj betejë. Zoti Braçi s'ka bërë asnjë betejë. Tani Cezari jepi çaj takon, thot shpreha e vjetër, kështu që unë s'mund t'i jap
Zoti Braçe çfarë do t'i takon? Zoti Braçe kur Ben Brushi ka bërë betejat e veta për demokratizimin e Partisë Socialiste, zoti Braçe nuk je i fare. Kështu që në këtë moment të më thuash që do të ketë rrymë ku secili kërkon të jetë mbret brenda Partisë Socialiste, më duket pak e pakuptuar. Po ja arriti, bravo i qoftë. Në sytë e mi nuk do. Ju e thatë edhe pak më parë në fakt që Braçi nuk është se ka lënë ndonjë shenjë për Tiranën dhe për Shqipërinë, po a ka një profil që kërkon Tirana për një kryebashkiak? Ne duhet të jemi koshient që një profil duhet të jetë përbashkës. Pra në thelbi që duhet të ketë disa regjistra komunikime. Para duhet të ketë mbështetjen e partisë politike që e kandidon se është shumë e rëndësishme. Për shkak se ne jemi një shoqëri e polarizuar dhe politika ka investuar thellësisht në këtë lloj komunikimi dhe është shumë e rëndësishme mbështetja që të jetë partia. E dyta, ti duhet të jesh një profil e cili të bësh bashkë rrymat e ndryshme që ka kryetari i Tiranës. E treta, duhet të kesh një qasje dhe duhet të kesh një vokacion që ti të identifikohesh. Deri në këtë moment, nëse nuk e ke këto tre elemente minimalisht, nuk ke se si e përfaqëson Tiranën dhe nuk ke se si e fiton Tiranën. Kemi parë eksperimente të ndryshme, nuk kanë pasur sukses. Qofse kërkohet pastaj që të bëjmë sensacion mediatik dhe të analizojmë këtu, mund të ndodhi, por nuk përbën asnjë interes as për komunitetin, por as për zhvillimet brenda vendit. A është ky një sinjal që Partia Socialiste po përgatitet për një kapitull të ri pas epokës së Veliajt në Tiranë? Partia Socialiste mund nisi një epokë të re kur ti ke Rama, jo kur ti ke jo Veliaj. Ti do të thasë si perceptohet, por njeriu që po e mban Partinë Socialiste në pushtet dhe njeriu që ka dhe hallet më të mëdha mbi supe në kontekstin e përballjes me drejtësinë dhe me SPAK është Edi Rama. Kur ti ke Edi Rama mund të flasim për ndonjë kapitull të ri, por deri tani unë nuk shikoj ndonjë kapitull të ri sepse nuk ka asgjë brenda Partisë Socialiste, vetë zoti Rama është munduar që t'i presi pemët të cilët i bënin një ose nuk i linin e pengonin si konte dielli. Kështu që aktorët me kostum të rëndësishëm politik brenda Partisë Socialiste, si ka qenë zoti Blushi, si ka qenë zoti Gramoz Ruçi, apo dhe Fatmir Xhapa që është i lënë në hije në këto momente dhe ka marrë vetë këtë pozicion, për sa kohë ata nuk janë artikuluar dhe zoti Rama është munduar të eliminojë pak nga pak, elementet e tjerë nuk i bëjnë dot as nuk i pengojnë dot diellin e zotit Rama, kështu që në këtë kontekst kur të ketë ndonjë zhvillim të fortë, atëherë mund të flasim për epokë të re. Deri në këto momente i vetmi kundërshtar real që ka Edi Rama është SPAK. Sa tjerë nuk i konsideron fare. Nëse Rama nuk do e mbështes sipas opinionit tënd, a do të shkojë Braçe në një kandidim të pavarur totalisht? Kjo është përsëri është zgjedhja e zotit Braçe, nuk më takon mua të interpretoj se çfarë do të bëjë zoti Braçe. Në këtë kontekst këto janë amencime se çfarë do të bëjë zoti Braçe as nuk më intereson fare dhe nuk thot asgjë politikisht kjo gjë. Për sa kohë zoti Braçe nuk artikulohet dhe nuk e merr këtë betejë serioze, as unë nuk mund ta marr analizën e zotit Braçe seriozisht. Kështu që do duhet të jemi koshient që të bëjmë analizën mbi se çfarë ndodh realisht brenda Partisë Socialiste edhe vetë me aktorët politikë. Braçe dhe Spiropali dalin nga radhët e Partisë Socialiste pas zhgënjimit që kanë pësuar? Është e kuptueshme që në momentin që janë mbyllur dyert politike brenda Partisë Socialiste dhe në momentin që kanë ndjerë që nuk kanë më valencat dhe nuk dajnë dot më interesat politike, ata kanë zgjedhur të reagojnë. Por kjo është në drejtën e tyre sepse ajo ju takon atyre. A ka kjo interes për opinionin publik? Besoj që nuk ka ndonjë interes për shkak se ata nuk po thonë, po flasin me gjysmën vërteta. Dhe për sa kohë flet me gjysmën vërteta, të cilët janë mashtrime më të mëdha në kohën e sotme, nuk përbën ndonjë interes real se çfarë do të bëjnë apo se si po veprojnë ta. Kemi parë në 35 vite aktorë politikë cilët kur liqen benefitet politike dhe ekonomike reagojnë në formë pragmatiste. Tashmë edhe kjo është një formë e tillë lëvizje, por do duhet të shohim
në terma afatgjatë se si do të veprojë.